Dhe ky është mesazhi im kryesor për gjithë liderët dhe udhëheqësit momentale të qeverisë në Kosovë, që duhet të jenë shumë të sigurt në hapa që marrin dhe të shqyrtojnë shumë dhe të këshillojnë me njëri tjetrin. Dhe shpresoj dhe uroj që ata të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në pikë parë që të jenë gjendje të arrijë tek kjo. Është shumë e vështirë, ndoshta edhe t'i kërkohet kryeministit që të mbledh votat ose presidentës domosdoshmë që të bëjë atë bashkimin, por ajo që është më e rëndësishme që gjejmë një farë konsensusi dhe kompromisi mes partive politike dhe gjithë udhëheqësve, që ata të vinë deri tek zgjedhja. A është pyetja kryesore që ata duhet përgjigjen që do kenë ndikime jetësore për ne edhe për të ardhmen e Republikës Kosovës, domosdoshmë se është vendimi i duhur që mos t'i japim ndihmën presidentes për mandatin e dytë, duhet të zgjedhim dikën tjetër që të vijë dhe të krijojë një relacion totalisht tri me administratën Trump, kur ne veç tani shohim që është një lidhje që po gëzon dhe është diçka shumë pozitive për ne, dhe a do ndikojë negativisht po bën ndonjë ndrim eventual, apo duhet vazhdojmë me presidentin dhe gjatë mandatin e dytë dhe të shfrytëzojmë momentumin dhe rastin domosdoshmë që kemi dhe ajo mbështetje që është duke e dhënë Kosovës, sidomos në bordin e paqes. Edhe një herë e përsëris se bordi i paqes, duke pasur parasysh se mund të ketë ose mund të arrijë ose nëse arrijë, sepse do të ketë aspektin financiar, ekonomik dhe politik të saj. Dhe nëse mund të arrijë që të zgjidhë konflikte të mëdha në 5 ose 7 vite të ardhshme, ajo mund të sfidojë Kombët e Bashkuara dhe ajo është diçka shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës, duke pasur parasysh se ka të tjera barabarta dhe nuk do të ketë ndonjë lloj vetoje aty. Dhe në fund të fundit duke pasur parasysh se Kombët e Bashkuara nuk është që kanë bërë ndonjë gjë të madhe për ne shqiptarë specifikisht përveç disa rezolutave që janë krijuar, mendoj që bordi i paqes do të jetë ajo që ndoshta të në vitet të ardhshme nëse arrin të ketë suksesin që pretendon edhe dhe të vazhdojë dhe të jetë ai që do ta zëvendësojë atë. Por do u kthy tek presidenti Osmani për mendimin tim personal, duke parë ngjarjet që kanë ndodhur, sidomos në javët e fundit, dhe kujdesi dhe vendi që është sidomos nga lati i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke pasur